Hani djathë në mëngjes dhe i thoni lam të mirë këtyre problemeve shëndetësore. Kush nuk e do djathin? Shqiptarët e konsumojnë pothuajse në çdo vakt. Një fet djath e shndron edhe sallatën ose vaktin më të mërzitshëm në një goshtje të shijshme. Djathi, edhe në të kaluarën, ka qenë një nga produktet e bulmetit më të rekomanduara nga mjekët. Kjo për shkak të vlerave shëndetësore që ai bardh. Por, e kishit menduar ndonjëherë se kur është koha më e mirë për të marrë vlerat e tij? Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Duke qenë se është një produkt që konsumohet gjerë, nuk është menduar se kur është vakti potencial më i madh për të marrë vlerat e djathit. Të dhënat, sipas Brightside, tregojnë se mëngjesi është vakti më i përshtatshëm kur trupi ynë përfiton më shumë nga vlerat e djathit të bardhë. Në këtë video do të listojmë arsyet pse djathi duhet të konsumohet në mëngjes. Sipas ekspertëve të Healthline, konsumi i djathit në mëngjes është shumë i thjeshtë për t'u trajtuar. Djathi i bardhë është një produkt i bulmetit që organizmi ynë e tret me lehtë. Falë strukturës së tij, enzimat e stomakut arrin të shpërbëjnë gjithashtu më shpejt dhe në të njëjtën kohë të përthithin mineralet që ai përmban. Një tjetër vlerë është se duke qenë se ka veti antiinflamatore, ai ndihmon në tretjen e të gjithë personave që janë intolerant ndaj produkteve të bulmetit. Djathi ka gjithashtu një përqindje më të ulët të yndyrës. Djathi i bardhë ka 21 gram yndyrë për çdo 100 gram, duke çuar këtë produkt në shkallën më të lartë të klasifikimeve ushqimeve mirëbërëse. Nëse ky djath konsumohet në mëngjes nga persona që kanë probleme me kolesterolin, ai ndihmon në ruajtjen e ekuilibrave të shëndetshëm dhe përthithjen e yndyrës edhe më gjatë ditës. Djathi është një burim shumë i mirë i proteinës. Përveç sasive të rekomanduara të kalciumit, djathi i bardhë përmban edhe proteina. Të gjithë ekspertët dhe mjekët këshillojnë në çdo që mëngjesin ta pasurojnë me sa më shumë proteina. Nga njëra ana ato japin organizmit më shumë energji gjatë ditës dhe nga ana tjetër janë jetësore për shëndetin e muskujve. Shtimi i djathit në vaktin tuaj ditor do të ofrojë përfitimin e vitaminave. Djathi i bardhë është i pasur me vitamina të rëndësishme siç janë vitamina B6, vitamina A dhe fosfori. Vitamina B6 ka një funksion thelbësor për metabolizimin dhe formimin e qelizave të reja. Ndërkohë, vitamina A, falë antioksidantëve që përmban, lufton të gjitha radikalet e lira. Gjithashtu, fosfori, i fundit në radhë por jo nga rëndësia, është një mineral i cili gjendet në secilën qelizë të organizmit tonë. Ai ndihmon stomakun të ruajë ekuilibrat e acideve. Në bashkëveprim me kalciumin, ai rigjeneron dhe ndërton qelizat kockore për rritjen dhe jetëgjatësinë e organizmit. Këto vitamina dhe minerale, nëse konsumohen në mëngjes, do të arrijnë të ruajnë më mirë strukturën e nyjeve dhe të mbajnë larg gjithashtu komplikacionet e shëndetit. Ekspertët tregojnë se djathi për mëngjes është një përzgjedhje shumë e mirë për të nisur ditën. Gjithashtu, djathi ofron probiotik fantastik për sistemin tuaj tretës. Djathi i bardhë është i pasur me probiotik shumë të rëndësishëm për aparatin tuaj tretës. Ai përmban një numër të lartë të probiotikëve, të cilët do të ndihmojnë në dukshëm gjithashtu edhe në përmirësimin më të mirë të aparatit tuaj tretës. Ai përmban numër të lartë elementëve ushqyes që mbrojnë stomakun, por jo vetëm. Djathi është i mirë për shëndetin tuaj të kockave. Duke qenë se djathi i bardhë prodhohet gjithashtu nga qumshti i lopës, i deles ose i dhis, është një burim shumë i mirë i kalciumit dhe i kaliumit. Nëse ai konsumohet në mëngjes, trupi njeriu do të marrë këto përfitime të rëndësishme ushqyese që do të luajë një rol të mirë parandalues kundër këtyre komplikacioneve. Ndaj, konsumi i djathit për mëngjes do të jetë një mundësi shumë e çmuar për shëndetin e përgjithshëm. Djathi është një nga produktet më të mira të bulmetit që mund të konsumoni në vazhdimsi të dietave tuaja. Kryesisht, ai pa përmbajtje të shtesë të kripës dhe yndyrnave të tepërta, do të shndrohet në një element ushqyes për trupin dhe organizmin tuaj në tërësi. Djathi mund të ahet gjithashtu me yndyrë dhe kalori, por nëse konsumohet në masën e duhur ditore, përfitimet që do të merrni do të jenë vërtet të rëndësishme për organizmin. Djathi përmban gjithashtu nivele të larta të vitaminës B12.
vitamina B12 e cila përndryshe është e vështirë të gjehet në ushqime të ndryshme, na çlodh nga lodhja dhe dobësia, dhe përmirëson gjithashtu qëndrueshmërinë e përgjithshme të trupit të njeriut dhe e bën atë më rezistent ndaj vështirësive. Gjithashtu ato shoqërohen edhe me një rritje më të mirë të humorit, të cilat mund të lehtësojnë edhe komplikacionet e ndryshme të shëndetit. Djathi i bardhë, i prodhuar vetë në kushte shtëpie dhe pa yndyrna dhe kripra të shtesës, mund të jenë gjithashtu një produkt fantastik për shëndetin e zemrës. Sipas studimeve të botuara në Journal of American Heart Association, konsumi i përditshëm i djathit shoqërohet me një risk afatshkurtër prej 3% më të ulët të goditjeve në tru. Për më tepër, konsumi i përditshëm i djathit sigurisht në moderimin e duhur shoqërohet gjithashtu edhe me një ulje të riskut të sëmundjeve kardiovaskulare, duke cilësuar djathin si një prej produkteve më të mira ushqyese me një ndikim të lartë pozitiv në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse doni të merrni këto përfitime për shëndetin, djathi duhet jetë një pjesë përbërëse e mirë e dietave tuaja. Djathi është shumë i rëndësishëm për sistemin tuaj tretës, çka do të luajë një rol të mirë parandalues kundër komplikacioneve të tij. Bakteriet e djathit janë të dobishme për shëndetin e trupit. Konsumi i djathit mrekullon edhe florën bakteriale të zorrëve, të cilën nga ana tjetër mund të përmirësojë metabolizmin dhe të lehtësojë gjithashtu komplikacionet e tij. Shtimi i djathit në mënyrë të moderuar, vazhdimisht në dietën tuaj, është i pasur gjithashtu me nivele të larta të kalciumit, të cilat do të ndihmojnë edhe në një shëndet më të mirë të nyjeve tuaja. Djathi përmban afërsisht 280 deri në 450 mikrogram kalcium për 100 gram. Siç dihet, një sasi e mjaftueshme e masës kockore kontribon gjithashtu edhe në osteoporozë. Prandaj kërkime shkencore vejnë në duke se marrja e duhur e mineraleve në shëndetin tuaj do të jetë çelësi për t'i dhënë në fund këtyre komplikacioneve dhe për të mposhtur gjithashtu komplikacionet në nyje. Shtimi i djathit të bardhë në vaktet tuaja ditore do të ofrojë një shtim më të mirë të niveleve të proteinës. Proteina kontribon në rregullimin e aktivitetit fizik dhe përmirësimin e metabolizimit, ndërtimin e masës muskulare në trup, djegjen e djamit, përmirësimin e humorit dhe shërimin e komplikacioneve. Sidomos, djathi i bardhë i konsumuar me moderim dhe në sasinë e rekomanduar ditore mund të kthehet në një alternativë të çmuar për shëndetin dhe parandalimin e shqetësimeve të tij. Ekspertët e cilësojnë djathin një prej alternativave më të shëndetshme për rritjen e imunitetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Sigurisht, i kombinuar si duhet, ai mund të kthehet në aleatin më të mirë për ju. Djathi është një shoqërues shumë i mirë i ushqimit tuaj bazë dhe mund të ndihmojë gjithashtu në parandalimin e komplikacioneve dhe nxitjen më të mirë të mineraleve tuaja. Kjo ndodh edhe falës substancave të quajtur butirate që gjenden në shumë lloj djathrash. Studiuesit këshillojnë në konsumin e djathit pasi ai ndihmon në forcimin e metabolizmit. Djathra që kanë në një sasi të lartë të kësaj substance nxisin stomakun të prodhojë sasi të mjaftueshme të substancave, por keni mjaftueshëm dy fish prej elementeve të tyre. Djathi, sipas studimeve, mund të ndihmojë edhe në mbrojtjen më të mirë të shëndetit të zorrës së trash, dhe gjithashtu redukton inflamacionin dhe dëmet të shkaktuara në zorrën e trash me kalimin e kohës. Djathi ndihmon në formimin e masës muskulare. Djathi, shumë i pasur me proteinë, është një përzgjedhje e shkëlqyer për të formuar muskujt. Kjo pasi proteina na jep përbërës prej aminoacideve, të cilët janë elementë ndërtimor të indeve të muskujve. Djathi është i mirë për shëndetin e kockave. Duke qenë se djathi bëhet nga qumshti, ai është i pasur me kalcium, gjë që e bën atë të jetë i dobishëm për shëndetin e kockave. Dietologët thonë se konsumi të paktën 28 gram djath ju jep 336 mg kalcium, dhe kjo është një sasi e mjaftueshme nevojshme ditore për kalcium, sidomos edhe në marrjen e mineraleve të duhura. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë tuaj.